e dini që çdo të hënë dhe të premte tani më takohemi së bashku për diskutuar gjithçka ndodh atje në fermën tonë me protagonistët tanë. Të gjithë dinamika, duke filluar që nga gjërat e bukura dhe ato më pak të bukura, ato debate që në një farë forme janë të pashmangshme. Dhe në fakt shumë gjëra kanë ndodhur edhe gjatë këtyre ditëve, që nuk e di se nga doja nisim, jo për shaka, sigurisht që e di se nga doja nisim, por uroj që na dalë koha që t'i diskutojmë të gjitha. Megjithatë, do të flasim për debatet, për zgjidhjet që ju kanë dhënë, për momentet e bukura dhe na pret edhe një super surprizë sonte për një nga fermerët tanë, një nga ato takimet kështu të zemrës me të afërmit që jam e bindur do të na kullojnë kështu. Lotët edhe qurrën të se e kemi për tonën. Një duar trokitje dhe për opinionistët, që lutem Armina Mevlani, Sonina Meço dhe Nkel Demi. Po ju rikujtoj, përpara se shkojmë tek fermerët tanë, që vazhdon të jetë i hapur televotimi për ekipin që humbi sfidën. 7 fermerët tanë rrezikojnë qëndrimin. Mariana, Gloria, Jessica, Niko, Albano, Valeri dhe Renisi. Dërgoni 1 deri në 5 mesazhe për emrin e fermerit që dëshironi të shpëtoni, duke votuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Zvicra, Gjermania, Franca, Greqia, në numrat që u shfaqen në ekran. Kë doni të shpëtoni? Dhe tani jemi gati që të lidhemi me fermerët tanë. Fermer! Si ju kam? Përveç se si yje të bukur, ju kam energjik sonte për pramin e sotshëm, apo jeni lodhur nga punët? Pa, pra, kjo është energjia që na duhet. Besi? Mirë mbroma, si kalove? Mirë faleminderit. A fole me agajnë se mua vazhdo mos me hapë telefonin akoma. O Besi, akoma si mësuar me regullat. Nuk ka përjashtime për asnjë aty. Okej, unë regullat i di do më dhenë, po faktën thujit më bojnë e i zile, jo me më hapë telefonin. Dëgjoj, dua të pyes pak fermerët. Se si kanë kaluar këto ditë, po dua ta nis me ekipin që është në televotim. Ja, se edhe na jeni pozicionuar. Na jeni ndarë në fitues dhe jo fitues. Nuk që jepi Ernis. Si mund të Ndërkohë prapë Valerit. Ernis, mund të flasësh. Ka qenë një 3-4 ditë i qetë. Jemi fut në ritmin e punës. Detyrat besoj se kemi kryer ashtu si që duhet. Kemi zbatu ato rregullat që na janë vendosur. Atmosfera ka qenë e mirë, përveç se një 2-3 rasteve kështu që konflikteve të vogla besoj. Edhe janë këto emocionet e garës, edhe presim që të ndodhi. Ndërkohë, më lejoni të kujtoj se po ju shoh pozicionuar edhe njerë, më fali pak. Egzoni që është në mesin tuaj, ndërkohë nuk është pjesë e televotimit, se ka pasur imunitet javën e shkuar. Tani të flasim pak edhe për fakirët, ju lutam. Për Albanon edhe Dionisin. Kër i që këshu fakira, a disa më dhimësen person. Mosë të dhimësen edhe ajse, edhe pse ishin, supozoj që t'ishin të penalizuar, dhe në kushte jo fort mira, disi-disia kanë dalë, po do flasim dal nga dal edhe për to. Ndjekim njerë klipin për të parë se si keni kaluar këto ditë në shtëpinë e fakirit. Edhe kthehemi me diskutimet.
Futu brenda, futu. Kujdes. Up. Qatë sa me Lara. Së nëzirë të mu. Lejma ty e ma si fol njëri të fara me goj. Si shkoj puna sot mas dita? Valaj, do më thënë, ma shumë punë se lafe. Edhe bile si marron punë ma shpet kur je 2 veta, se ku shkojnë 6 veta, do të ngatrojnë, do të pengojnë. 100 mirë më mirë dhe shpje fukarajt. Po tjetë që mos ketë dënimet, që mos kemi këtë dënimin të bëjmë vetëm mund e Dionisi punë 2 herë në ditë, Alini aty mos alvizni fare. Drejt premten. Obesi kujtja merë të mëndja që do ishin kaq të dedikuar e kaq të përkushtuar. Do më thënë, aq të dedikuar kanë qenë, sa edhe lopën e kanë da gjys për gjys. 2 njoni, 2 tjetri. Në harmonie! Si ja kanë dalë me punët, Besi? Si kur e plak që je? Mu më duket që kur ja kanë dalë më mirë se sa që ka menu gjithë kush, apo jo Albano. Në ato 2 tujat, jepshin më shumë se sa 2 të Dionisit, apo si? Se di. Si barazimi duke shumë. Barazimi ishin, barazim. Gjithsesi unë mendoj të më dhënë që ja ka dalë më mirë se sa çdo kush e ka imaginu, aq më tepër që Albano u mërziti herë, se e kishte kunjin me produksionin, apo me agajnë. Me ka e kisha, Albano? Jo, më s'kisha kujnë, thash. Që mikrofonin gjitha harojnë, s'patën me mua. Albano, Po shiko, çdo e keqe pas ka një të mirë, se nga kjo eksperiencë, si fakir, gjete një shok shumë të mirë, që nuk e dje që mund të bënit kombinim bashkë kaq të mirë për të ndarë punët në këtë formë, t'ishit çuna zotri, t'i bënit gjëra siç duhet, edhe ti dhe Dionisi. Jo vetëm do t'ju Dinin që ishim shok të mirë, se... Ne kështu tani si aty nuk ju kishim parë, me thënë drejtën. Treguat që jeni një kombinim ideal me njëri tjetrin. Dhe do t'ju shkonte Biles kolona bëjmë një fëmi zanore. bashku dhe Dionisi edhe ka për dalë super shumë. Keni sokolin. Më mirë me ty e fukara se sa pa ty i pasur. Kemi këngëtar aty, ajo kolon do t'ju shkonte zanore. Është bërë për juve. që të kuptojmë se sa mirë kanë bashketuar aty të shtëpia e Fakirit, të ndjekim klipin pasardhës, që lutem. Hajde, Malo. Më në gjumë më fati, ma jep në, ma e grevo, jetë nga unë gjitha. E të një gjesë me stalendës me dalë me këti. Po vindet nga shërbejnë, si më edhe për rrimë të mbitë. Mua, erdhe në miqë. Si jeni e bura? Nuk po më pëlqenku, që ti do të me bo kafën vetë të pak në fillën. Për ka si vinë të më taku. Ik, vje tjetëri. Hajde, Niko, hajde. Na që më burë. Nuk kalem do të me gardin, a? Ja, asë nëse kalem do të. Si fjetët? O Ditea! Atë kovën o zemra! Rofsh më të Ditea. Është plas, po. E bëj kafe për. Edhe i tavë, se s'kemi tavë. Ma bëj dhe i kafe në zetë, i kjo uftë. Si hatëm të më në shminë. Gaj, dokteja, ka që ta që ba, po hyrë. Babit pila, malli për për Ua, që ka shumë e mirë. Kërësh mos e pjetë më? Na kokë nuk që shqimë. Ai, mungoni shumë shpis. E kundërta. Ndodhi ti i ke largë. E kundërta ndodhi ti i ke largë. Ato di ti vritë jetë si me. Do në liroj në zërë beram të. Në thirin plevica gaj, në gjesë, e keni kuptu gabim të mund plevizni. E dini, thamë, në përdojmë kotë. Baba i më lezet që pas ka këshu, në kap qik atë, në kap qik të. Si kanë galuar 2 fakirë, dëgjojni. Në kapi një qeshme që pa, e bëjt dhe një që se sa këshim nga më bukë. Se në doli dhe mu këshu, se dhe mu se fri barbe. Kjo
Dionisi, nuk duke se pas ka qenë shumë e vështirë. Po ju pjesës tjetër të fermerëve, aq mirë ua kanë bërë, që ju kanë vënë në funksionin e tyre, se kështu është kurse keni mendjen kur lexoj rregullore nuk këtu. Dëgjuat? E rënd ishte e rënd. Albano dhe Dionis, Po, kush ju gjen më shumë afër në këto ditë? Jo dhe aq të vështira. Qesma. vallaj, gjithë ka pak, krejt ka pak. Po flasim për fermerët e pasaj shkëm të këtezma. Më zë shumë di unë do vedoja Ditean. Do vedoja Ditean, sepse edhe Dite, më falë, dhe Egzoni. Egzoni me kafe ka ndetë këshu. Sa të qonim dorë. Po supën apo harova? Po supën ti e të keqen vlaj, supën ti e bën gjithë. Po kushta dha darkën. Por ujtin kushta pruni. Shikoj, mos ta egzagerojmë tash, ç'është e vërtetë ushqimet na i dha gaj, se nuk hanim dot nga shtëpia. Mos të gënjejmë kot. Jemi rigoroz. Ditiana na rind aty nga 6 orë, nga 7 orë na jepte kurave, ja se iku. Sa që dhe i bezdisa. Po po, asnjëri prej tyre nuk e kishte për detyrë që të vinte aty për te gardhit. Po mirë tash shiko, ne se ka pasur Në gjithmonë. lloj spërdredhje rregullash e Nuk bë është lloj spërdredhje, është ka vend për interpretim, domethënë. Pa njerë të gjojmë interpretimin tonë. Nga rasti, ne kemi qenë 500 vjetë të pushtuar nga Perëndëria Osmane, ka pas gjithmonë kështu lloj fakirësh që i bënin pak bend rregullave, ne tham pse jo. Ja fusim tyre sultanëve, agallarëve, që ishin ta kështu, që po rinë zinjësha. Është i gjë që ha debat. Jo, ti shumë mirë e bëre, të thash, bravo të qoftë. Në kurrizë kishin pjesa tjetër. Keli, si të duk kjo jeta e Se bëm me fakirëve? të keq u treguam pastaj, ditën e dytë ju treguam që Keli? një ditë e bëm vetëm, mund ta bënim dhe 6 ditë. Po, e di mora Albano se të kemi ndjekur, 6 ditë, haha. Deri në ndiqni. Keli, fa. Unë jam zbavit jashtëzakonisht shumë, do të tregon një sens humorit jashtëzakonshëm dhe inteligjencë, me thënë drejtën, domethënë, pavarësisht se mund të kenë lëvizur pak të rregullat, por kjo tregon që të dy janë shqiptar tipik, domethënë, dhe e kuptojnë që Dionis, po ti se nuk flet. Po? Se nuk flet, Dionis. Po nuk më pyetët. Po njeriu jep shpreh një opinion mbi eksperiencën. Në fakt aty me klipe që pa u duk se kur kena bo namin, po në fakt as i zot fjalë nuk i kena ndru. Vetëm kena net, kena la, kena fjet gjumë, kena hongër buk. Ja 5-6 fjalë në mëngjes, 5-6 fjalë në darkë, 3 fjalë në mëngjesin tjetër, kaq. Diskutimi më i madh ka qenë kur nuk po hapnin dot atë kovën. Po, aty ka qenë, aty kena bërë. Ka bërë. paketuar kështu dhe Mirë, pra mirë, Irakin. po, më lejoni t'ju kujtoj që ishit të dënuar, nuk është se ishit për pushime verore aty. Normal, jena E, lodhë. pra. Ne bëm ne Se çoheshim duke që sikur pikë bëm, duke mëngjesit. sikur bëm namin, thotë, po ç'donit më të bëni më shumë se aq ju. Unë i kemi bërë kështu në mënyrë më rigoroze, i kemi bërë aq mirë sa që na falja gaj ditën e tretë, imagjino. Po, për këtë, bravo ju qoftë. Edhe Portula kanë gjetë domethënë orarin e përshtatshëm, domethënë që mos t'i shifta. Po në darkës na shenjeri nga ora 9:30. Në prime time. Lambik. Është çik poshta o çezma Fior Alba me zidaj. Sonila. Po mirë, gjithsesi domethënë ishte okay me të. Ore, si shumë ankesa keni, si për njerëz që keni thyer rregulloren. Ju po na thoni, Arrini urt aty. e s'tam bi fare. Ata kanë dhënë dëshminë që vlen kanë përshtypje për gjithë ne që jemi jashtë, nuk ka nevojë të jesh as i pasur, nuk ka nevojë të jesh as oligark, nuk ka nevojë të kesh as të gjithë mjetet e jashtëzakonshme, nuk ka nevojë as të shkelësh ligjin që të bësh një jetë për kokër të qefit. S'kanë shkelur asnjë rregull, madje fituan dhe amnistin. Faleminderit për mësimin që na dha Dionis dhe Albano. Tani Albano e ceku, Albano më dëgjon. Albano dhe fermerët e tjerë. Albano e ceku që Agai u afali ditët e dënimit. Megjithatë, ju zgjodhët që të bëni një reng tjetër pasues. Po mirë, pse që ishim. E di, po mirë thua ti për të gjitha. Ndjekim klipin dhe kthehemi diskutojmë. Për shkak të thyrjeve të rregullave, ju dënova që t'i kaloni disa ditë në izolim, në shtëpinë e fakirit e të këni të... Jemi të lirë të kthehemi, lezo fundin direkt më burë, që do? Që nga ky moment jeni të lirë të kthehemi, jetë zonarë, ferma vipa gaj. Gaj! Hop, hop! Njëni me
vjetë aty, si normal, tjetër me po që hike me gjitha ga. Jo me gjitha ga, se janë keqë. Po hike pra që qaregu se po këna vra njëri, hike më lera, sa të mbjeri ga, dhe mbim prap. Asa mirë meritoni. Kam dyshimet e mia për kushtimin që ka pas Albanon në marrëdhënie me sfidën. Tendenca e njerëzve që pretendojnë që janë outcaste kanë tendenca snobizmi edhe kanë qef çik shumë me dal nga turmat. E si ta bëjmë bukur fare. Më duket kena për të rënë sy, Valeri do të mja treguar vërtet. Është qartë. Neve na kanë liruar të dyve, po që të shikojmë si do reagojnë disa njerëz saktuar. Njëri lirohet, tjetri jo. Agaja vetëm do me na bën nervoze qa. Dionisim ka shajt, edhe ti e lën Dionisim me ik për 2 ditë. Nuk është vetëm sfidë fizike, kush bën punët, është dhe sfidë nervash. Na liruar të dyve, po është një mundësi për të testuar metalin e njerëzve, karakterin. Edhe 2-3 minuta këtu marrin cigarin, edhe pastaj shko, po edhe do të presin në plevis për dim, po ai ishte me temperaturë, megjithëse nuk i bën dot punën vetë. Albano është me temperaturë, edhe ka të pamundur të bëj punë. Unë për vete do shkoj thuaj. Nuk e di për ju. Kush shkon, penalizohet. Përfshirë edhe mua, marr vizë kundërshtimit. Shkojmë të gjithë i bëjmë punën. Renisë e kam si vlla, vërtet edhe e di që i del plumbit para për mua, jo punët e stallës. Unë s'jam dakord. Nuk ka sens për vazhdimsim pastaj. Nëse ne mblidhemi të gjithë, ndihmojmë njëri tjetrin, sa herë thot Agaj s'keni për tani mua, atëherë bëjmë lojë një trajtshme dhe kushdo që dënohet, ndihmohet, pavarësisht dënimeve që merr, edhe ngel në një trajtshmëri çdo gjë ose deri në fund. Erdhi Flori, tani, nisi që i pari ishte ai. Unë jam për pro. Jo, unë jo. Ajde ikim në gjithë për këtë, dhe pëse gjunak, pësa qenë smur shumë që që para dite. Po, cilë, po, pa qenë ky smura i, njoni është këshu, njoni është ashtu, si në asë në familja së në kishë, për me bëhë bamirësi. Unë nuk e di pse pikrish për çka ka bëu. Dionisi është këtu, ai është atje. Të që ne kemi të gjithë. Të Niko dhe Litea që kisha shpresë të çojshin direkt. Te Miza ka vetëm 3 ditë që ka ardhur edhe çoi dorën në limonte. Kto kam 20 ditë që i kam shoqë të treja, Baby Jean edhe Gloria dhe Litea dhe se çuan dorën. Aj. Po i kosu s'blo më dhërat. Ashtë torta ime. Do në ndash me ne. Do të ashtë tërën vetë? Me shokët më. Po do vi për na. Ato i do tërë për vete? E mirë. Që duo që na fute frigorifer. Ajde. Shumurime për Albanon, shumurime për ti. Prandaj thash let dori aty deri nesër ndash, shifsha kush do kujtonte. Shumë perandor, shumë perandor. Albano, ta fillojmë diskutimin në rrjet kronologjike të ngjarjeve. Më falë se nuk dëgjova, më falë. Ta nisim diskutimin në rrjetën kronologjike të ngjarjeve, se si u zhvillua deri tek përfundimi që ishte ditëlindja. Po. Tani ti bëre një reng. Po. Nga ky reng, mësove atë që prisje apo atë që sa priste mendja që të ndodhte? Absolutisht, jo, ishte një shaka edhe i thash të gjithë, s'është se Florit, i thash të parit, s'është se kjo do të rgoj se çfarë njerëzish janë në të vërtet, do më thënë që kush të do e kush nuk të do. S'ka lidhje, po në qoftë se në momentin që del Flori nga Plevica, dhe thotë kemi absolutisht ndaluar, që ta ndihmojmë se penalizohemi, është normal, kjo s'tregon se çfarë lloj njeriu je, ose sa e do Albanon, ose sa nuk e do Albanon. Ajo që më bëri përshtypje te klipi, ishte parashikimi i sakt i Xhesit, i kishte thënë, ja, kështu është kur bën si snob, dhe mendon që kështu, aty e pas kanë lënë prap, ndërkohë që na kishin liruar të dyve, se thotë unë s'gaboj kurrë. Snob që e vën për vëmendje. Për protagonizëm. Kjo ta ka bërë si një shue, ka lënë Agaja aty dhe Dionisin e liroi. Po, mirë ta kam bërë. Po, s'ma ke bërë mirë se Agaja na kishte liruar të dyve, na kishte liruar. Si kur ishim burgë. Më bugra ishte ke helikopteri që edhe Albano vetë, do më thënë, po pyeste, ore, për kë është ky helikopteri? Ashtu duke. Apo e kuptove direkt që ishte për ty helikopteri? Jo, mos e po shkonim kështu, çfarë po ndodhte për zotin. Ai ti ma lexove edhe 100 perandor. Po komentin e Ditejas. Montu shumë bukur. Po komentin e Ditejas, jemi kishas xhamitha. Tja, s'është as kishas xhami, njëri. Se po t'ishte kishas e xhami, do futeshin njerëz brenda dediterit të faleshin. Ja ndjeve nervin. Si sqarimin ta dha ajo, po nervin me cilin e kishte thënë aty në klip e ndjeve. Jo, a mund të them bëni diçka? çfarë të doni, bëni që mua me Ditea Berishën nuk më fuzni dot në sherr. O, më rënd të pika mua, po kush do të fusë ty në sherr me Ditean, more? Po, lidhur një shokjet, do të fuzni do zetë, të këtë më shaj, prapë dhe afal. Jo, E ishtë kishte thënë asgjë,
Ka Moj pas ditë kesh ja momenti çma irritimi. gjiu ke bërë këtyre çunave tanë aty brenda. Kush plumi? Po ditë lindjen. Albano. Është babi. Po ditë lindjen. Se s'doje ta festoja. Jo se s'doja ta festoja. Ah. Thjesht po prisja sa njerëz do e mbanin mend që kisha ditëlindjen. Se ajo kisha thënë 76% e njerëzve. Edhe askush se mbajti që është e vërteta. Urdhro? Askush se mbajti. Se mbajtëm mend fare. Asnjë hiç. Po ha, u falet kjo? Po ju falet, se dhe unë se jam mbaj mend ditëlindjen e njerit. Mos bi kodën dash kur kam kalendarin. Të pashë me Ipsen ishe pak me i prekur, duke qenë që kishë bërë edhe ato diskutimet për ascendente, nën ascendente. Epsen, po edhe me Marianën, që sjerova të Ama po prap, Elsa të ndoj që nga mbrapa e të mori me të mira. Jo, me të mira morën të gjithë, na kënaqim, përveç Glori, se doli ta do mbani çik qetësi, do mbani çik qetësi se do flim gjumë. Edhe që është e vërtet Albano e gjitha, u mbyll me një shfaqje spektakolare me atë helikopterin, që thoshte edhe 100 operandor, a? Ajo ishte çik shu, pas vetë s'mu besua. Se? Edhe 100 na u bëfsh operandor, edhe 100. Faleminderit, operandores. Renisi do të thotë diçka. Përshëndetje sërish. Edhe 100 zemrës këtu, edhe i urojmë më të mirat në jetë. Së dyti, du të uroj përzemërsisht montazherin për montazhin e papam që ka bërë. Dhe sa për sjarim, përsa i përket asaj se dole qik shumë, sigur unë jam ai që nuk... Unë isha i pari që i thash edhe të vërtetojnë gjithë, isha i pari që kur pash Albanon që ishte i smur dhe po shkonte tek ferma, i thash, a dhe të qojmë të gjithë të ndihmojmë se Albano ka nevojë për ndihmë. Dhe Flori tha, a mund të shkoj ta pys Agajin tek Plevica? Po, thash, sepse ne duhet të ndihmojmë se s'bën. Isha i pari që ngreta zërin, shkon Florin Plevic, pyet Agajin, pastaj ky rengu që ne nuk e dinim, vjen Flori, thot, Agaj e ka totalisht, na thot që e keni totalisht ndaluar për ta ndihmuar Albanon. Shikore, Renis, në asnjë moment nuk vëm në dyshim marrëdhënien që ju keni me njëri tjetrin. Në shenjë respekti për produksionin dhe spektaklin, vendosa që të zbatoj rregullat që Agaj vendos, pavarësisht se më vonë doli që ky ishte një reng. Sa për ta sqaruar se montazheri ishte artist. Shiko, patjetër, por edhe si lojtar je justifikuar, ë? Jo, gjithsesi desha me sqaruar këtë pjesë. Tash të gjithë janë justifikuar, s'është treguesa ajo se çfarë. Edhe mbi gjithë argumentin yt ishte në klip, ishte në montazh. Materialin që transmetuam. Publiku që ta di, ja që më fal, Fioralba që ta di publiku, ditën e parë. Pa, ishte shumë mirë, ke shumë të drejtë. Dëgjoj sekondë që ta di publiku. Po, vetëm ju lutem mos flisni mbi njëri tjetrin se kemi shumë vështirë që të dëgjojmë këtu. Po, nuk do flasim poshtë njëri tjetrit. Ditën e parë që unë dhe Dionisi vajtëm dhe bëm punët, që kishim dënimin, vetëm unë dhe Dionisi, Renisi me Glorin janë zgjuar që në pikë mëngjesit pa dal dielli na kanë ardhur ta kanë ndihmuar. Derisa erdhi Flori tha që nuk lejohet të ndihmoni dhe atë 20 minutë sa ndenjën e bërën. Po ju duan, more, kush po e vën në diskutim që ju duan. Po mirë mos sa lejoj që të bëjmë shakan e tjerë të këtej. Jo. Ju përpiqeni gjithkohës me batuta dhe na vini në lojë. Na falet edhe ne tjerëve këtej. Nga ana tjetër e skenës, nga ana tjetër e lentes. Pranohen faljet. Po Dionisia ka qenë me Albanon apo e maj men gabimun, ashtu, ë? Ka pagira. Prap nuk po flet. Dionisi sonte pas ka zgjedhur heshtje, nuk e di pse. Po heshtja është Flori më Fiore, po ti s'e kupton këtë gjë. Amo Dionisi, na fole shumë pak për gjithë të eksperiencë. Për këto pak ditë në shtëpinë e Fakirit. Po, çfarë do them, shumë mira kena kalu, kena punu, kena thjet gjumë, kaq. Kena bënë gjatë. Ka qenë për gjumë. Jo, kësaj herë kam qenë shut. Mirë. Qartë. Nese, te podcasti ke folur, se tani aty do kalojmë, te podcasti i Renisit me Ditean. Djegi materialin. Mirë se erdhët në Ferma Podcast. Kemi të ftuar 2 fakirët e kësaj jave, që është Albano dhe Dionisi, dhe njëshin e fermës, që është Flori. Qa është gjëja parë që do të bëni kur dilni jashtë? Do më shelim derën. Ju ka ndodhur juve ai mendimi për të tërheq me lojë? Unë mendoj çdo 5 minuta për t'u largu. Nga moment bëhem që të shkoj të marr valizit e të dal. Por vetëm për hadër të atyre që na kanë mbështet, unë vazhdoj të rri këtu. E mendoj dhe unë ditë për ditë më shumë se malli 20 jashtë më shtyn njerëzit brenda për medal. Jam gati kështu të lë garën vetëm mos jetoj në një vend me ata njerëz. Janë vetë sa njerëz tu që të shtyn që të rri këtu vetëm për inat tyre.
vërtet, që shpetëm për i natyrë. Bosh me fort, po. Unë nuk e kam menduar akoma, nuk ka pasur një moment që të detyrohem ta mendoj për të lënë garën, po e di që në çdo moment e kam opsionin në xhep që të marr valizën dhe të dal. Uroj dhe shpresoj mos vijë ai momenti sepse po e vendosa me kokën time nuk ka kthim prapë. Ka disa persona që mbase nuk e gjej veten, jo se më kanë bërë mua diçka personalisht, por rrethanat më shtyn që të mendoj që ta lë garën. Momente mërzie kam pas. Kur në vinin mu, mendoj se i kisha vetëm unë. Në brëme vërtetova me Robertin që s'jam i vetëm, kupton. E miku mi mirin, në kuptimin e shoqërisë dhe të dashamirësisë dhe të respektit. Përsa e shoh atë pianon hap, nuk e di vjen instinktivisht me my. Reflektova pak dje me veten edhe gjë e parë që do bëj me që pyetet kur dal këtej. Do i them të dashurës time që dua të bëjmë prind. Gjëja e parë që do bëj kur dal është të flej natën e parë me nusën edhe me gocën në një krevat për qafuar. Secili nga ne në shtëpi është ndryshe, nuk është siç është këtu. Gjëja e parë që unë do bëj kur dal, do flej vetëm me nusën. Natën e dytë do flej edhe me gocën. Këtu përpiqesh të japësh maksimumin, po këtë gjë që ne bëjmë këtu do ta bëjmë ndërkohë edhe kur jemi në shtëpi edhe s'kemi kamerë. Po e mendoj ato që para sa minutash që gjithë të bajga që ka pastruar gjithë të si se ndimova njerë mama me punë të shpisë. E lashu 60 vjeqe grua. Thonë plagu hajde ndimova që shtu s'kisha shu. Kaq demela të kena qenë. Kjo është një farë terapie që të në shërbej unë jam i bind. E fillon kështu si lojë në fillim, ako ta bëj këtë punën pse të shkoj turin të bëj çik muhabet, e tash sikur na ka hyrë në gjak. Kur e kena nisë në fillim këtë punën këtu e meshka me shaka vëlla. Me dele dhe me gjana si me shaka, po tani vetëm marr pastroj pa vi. E kam kuptuar se s'është vetëm show. Nëse punojnë të gjithë në mënyrë të barabartë, mendoj unë dhe lodhen fizikisht të dalin gjithë toksinat e këqija dhe nga shpirti, përveç se nga trupi dhe nga shpirti, dhe çdo shaka që bëhet nuk merret për tërës, merret në kuadrin e shaka se nuk ke fuqi fizikisht dhe shpirtërisht të zihesh. Çfarë podcasti interesant ky kësaj jave, Irenisi dhe Diteat me krye fermerin dhe dy fakirët. O Albano, do të bëj një pyetje? Po. Kur thuaj që do dile vetëm të mos rrije me disa njerëz aty, për kë e ke fjalën? Se ju folët gjatë. Po që i kisha thënë me emra, moj Fjor Alba. Po pse ç'të ke që ka përta thuash edhe me emra? I kisha thënë aty unë. Ishe për gjumësh. Shpejt, Dua përdor t'i fjalën kod, preferoj fjalën t'i kod. Ishe për gjumësh. Urdhro? Ishe për gjumësh, përdor fjalin kod. Jo, nuk isha për gjumësh, s'kam të gënjej, unë po të qetë ti emër toja, i thosha aty, po preferoj mos t'i them. Dhe po i thash, s'do ndihen mirë. Po se e hedh hera herës që t'ishte për ca njerëz nuk do vazhdoja garën, t'ishte për ca njerëz do kisha dalë, t'ishte për ca njerëz... E, pa, shu të ishte, shu të dhe. E, pra, po të ishte, po për cilët, pra? Shpre, pa të shi. A i lartë e di. Po mirë, okej. Ta kthejmë ndryshe atër, pyesim Dionisin, për kë ja vlen që të rish brenda fermës? Ka stile, si ishte ajo? Për kë ja vlen të rish brenda fermës? Për inat të kujt ja vlen? Në sensi që e the aty që janë ca rob që të bëjnë me nejt veç për inat për anë atyre. Ka stile, për këto rrije ka stile brenda fermës? Po... Ishte për ta thënë, kisha thënë. Po si e këtë të memë. Fjor Alba, Dionisi dhe Albano, që janë të dy me humor dhe din ta përdorin heshtjen në mënyrë mjeshtërore, kanë gjetur dy përbërësit kryesor, sepse i qeshurat zgjidh probleme. Heshtja i shmang, kështu që bravo ju qoftë çuna. Edhe këtë kod, moj Sonila, mos i inkurajo, sepse në fund të ditës... Aftësi. Në fund të ditës, për te aftësis, ju jeni në një reality dhe mbani përgjegjësi për gjëra që thoni. Ju lëshoni kështu, si ato lopët, gjatë ditëve, dhe pasaj kur vjen puna për t'i diskutuar, nuk diskutoni asgjë. Më dëgjoj një sekund. Është hera e parë, për mendimin tim të më thënë, që nuk shkojnë dy fakirët tek shtëpia, tek shtëpia, po shkojnë gjithë ata shtëpisë, shkojnë te dy fakirët, për mendimin tim. Ke Albano dhe te Dionisi. Jo, Konstantini shumë i drejtë, kjo që thotë... O, Renis, një pyetje ka vllaja, që ke dhënë një deklaratë që do flej natën e parë me gruan ke... Ke shtëpia? Ke shtëpia. Në gjasë të flej ke fakirit. Ke shtëpia. Po, jo, unë jam dakord me Florin për qafimin e parë, sigurisht fëmijët dhe gruaja, po me që po flisin për gjumin. Për gjumin. Gocat kanë krevatet e veta, ne kemi tonin. Shiko, Besi, më faj që po ndërpres, po mos fangasmon shumë Renisin se ka pasur edhe ditëlinjen e gocës. Po, vërtet.
Edhe na ka falur, për Heidi, na ka falur ca momente shumë të bukura teksa rrëfente për të. Renis, më dëgjoj pak të lutem. Po, patjetër. Po të dëgjon. Jemi të lidhur. Birthday to Heidi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Baba. Happy birthday to you. Baba. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Baba. Ka pasa këtë kapinën. Jo preka vetëm me... Edhe 100 Heidit, edhe 100 të voglës tënde. Preka vetëm me faktin që të gja të përgëtit vetën që të shqipje ka qëtëri. Nese, mirë të kara vla, se s'kara me fut lek. Jo, që vërtet. Është shumë emocionuese, apo jo, Renis? Shumë. Po diskutojme që lijet në brëme dhe është kjo faza e fëmijëve që në këtë mosh rritin shumë shpejt edhe ato që ta imagjinosh sa mund jetë rritë, se kisha imaginu këtë shumë. Kanë vendosur ta mbaj vetën. Shikoj, kuptoj që emocionalisht mund t'jetë e vështirë, që ti ndodhesh fizikisht aty dhe jo afër të voglës tënde, por mund t'i dhurosh një mesazh që do të mbetet përjetësisht në rrjetet sociale dhe që do të përçohet jo vetëm në këto momente. Përjetësoj një mesazh për të tani. Jepi një mesazh nëpërmjet ekranit. Dhe kështu mesazhe thjesht e du shumë edhe është jeta ime, ajo, Aura, Ilona. Du vetëm që të rrisë një fëmijë të mirë dhe besoj se do ta bëj, nëse Zoti më jep shëndet, besoj se do ta bëj këtë gjë. Du vetëm kaq, që ajo të rritet një njeri i mirë, të ketë shëndetin, të jetë një njeri i drejtë dhe luftoj për drejtat e veta. Nuk di çfarë them. Ja ta them unë, lumë Heidi që ka një baba si ty, që është një konglomerat vlerash, jam e bindur që do rrisësh fëmijë të shkëlqyer. Faleminderit shumë. Në fakt, kjo është dhe them diçka që njeriu nuk e kupton kur që ikin vitet tek vetja e tij përveç se tek fëmia. Gjithë ne e kuptojmë që ikin vitet vetëm kur shohim fëmijët tanë që nga 1 bëhen 5-6 vjeç. Kur ne nuk e kuptojmë që ikin vitet. Kjo që veç se tek fëmia. U rriqin të gjithë të lumtur e të gëzuar, e të mbushur vetëm me dashuri. Me këto emocione mbyllim lidhjen me Arenën dhe diskutojmë pak së bashku. Nga ta nisim pa mirë. Keli? Jo, po them nga ngjarjet aty se patjetër që do kaloj edhe te dy opinionistët. Jo, ajo pjesa e podcastit më tregon që izolimi ka fillu t'japi efektet e veta. Është e vërtet ajo që thotë Sonila që terapia e kafshëve, punët e tjera e ndihmon shumë një person të izoluar, por gjithsesi kur ti izolohesh nga gjithë bota, nga lajmet, nga emocionet e tjera, në një farë mënyrë koha jote ngelet në momentin kur ti ke hyrë brenda. Dhe ajo është pika e fillesës edhe e komentit e tjera. Ajo që a kuptova nga të 5 personazhet tanë që po shkëmbenin, më tepër sa podcast, po shkëmbenin gjendet e tyre shpirtërore,
vura re që në izolim e sipër gjithë secili ka filluar të thurë ëndrat për lirin, dhe në një farë mënyre dallova një lloj, se fjala depresion në këtë rast do ishte shumë e rëndë, por dallova një lloj trishtimi, një lloj emocioni që gjithë secili e kishte tek vetja vetë dhe mundohej ta shprehej, por ka dhe një efekt tjetër, që kur je izoluar dhe kur je në këto lloj kushtesh, sinqeriteti rritet në një dozë shumë të lartë, sepse kam përshtypjen se në kushtet tjera të 5 personazhet ton nuk do ishin kaq të drejtë për drejtë dhe kaq sinqert, qoftë edhe me gjërat intime. Mendoj që Ferma është duke hyrë në një fazë që kemi për të parë jo thjesht emocione, por kemi për të parë ndoshta edhe gjëra të cilat nuk i parashikojmë dot. Shkurtimisht, gara duket se zyrtarisht ka filluar. Alba, shkurt fare, është shumë e drejtë ajo që thotë Enkeli, por këto lloj formatesh, reality, tashmë të vërtetuara, edhe shkencërisht po të duash, ndihmojnë shumë njeriu të ripërmasojë, të ridimensionojë raportin me veten. Sigurisht që aty ballafaqohen se janë edhe të vetmuar, por dhe në grup. Është një lloj vetmie tjetër. Edhe ky lloj grupi është një lloj shoqërie e një lloj tjetër, por secili është duke ballafaquar frikrat e veta, pasiguritë, limitet e veta, durimin, të gjithë karakteristikat, kështu që mund të themi tashmë që e kanë markuar territorin, e dinë se sa durojnë dhe sa mund tolerojnë, dhe kush është limiti i cili mund të tejkalohet dhe ata nuk dinë bëjnë një shpërthim të kontrolluar, mund të themi që po, Ferma ka filluar. Armina, për të vijuar me ato që Ceku dhe Sonila, të vetëm apo ende në aleanca deri në një pikë të dytë? Më shumë se sa aleanca, unë do thoja që aty brenda ato tashmë ndihen në habitatin e tyre, dhe mendoj që janë krijuar kush ka më shumë autoritet, janë pozicionuar dhe me anë të pozicionimit krijohen pa dashje aleancat, por dhe varësitë në marrëdhënie që janë krijuar. Dhe mendoj varësitë në aspektin se dua ta shpjegoj, varësitë në aspektin që ka shumë personazhe që nuk nxjerrin dot në pa atë që ata janë pa ndihmën e dikujt tjetër. Do me thënë, mendoj që kjo është mënyra më e mirë që ata kanë gjetur për të funksionuar dhe është krejt normale dhe mendoj që pikërisht njerëzit që krijojnë këto aleanca me njëri tjetrin janë ata që do arrin drejt finales, sepse bashkimi bën fuqinë dhe duhet patjetër mbështetja e njëri tjetrit, siç ka ndodhur edhe në rastin e Dionisit me Albanon. Diskutimet e kësaj mbrëmje sapo kanë nisur, por më lejoni t'ju rikujtoj që vetëm pas publicitetit do të kemi një moment shumë të ndjerë, do diskutojmë dhe do surprizojmë një nga fermerët që, le themi, ka befasuar një pjesë të mirë të publikut, jo ne që e njohim nga afër, por një pjesë të mirë të publikut me se sa e dedikuar ka qenë gjatë qëndrimit të saj në fermë, por po ashtu dhe me sakrificat që i është dashur të bëj, duke ju bashkuar këtij rrugtimi. Bëhet fjalë për Çilietën. Me njëherë pasi të falenderojmë një bashkëpunëtor shumë të rëndësishëm tonin, ju e dini që këto momente që po kalojmë së bashku në fermën VIP mundsohen nga One Albania. Rjeti One, më i mirë mobile në Shqipëri, na mundson cilësinë më të mirë të thirrjeve, internetin më të shpejtë dhe performancën më të lartë në aplikacion. Faleminderit One Albania. Publiciteti rikthehemi pas pak.